Dhe siç e kemi thënë, kemi ndërmarrë hapa konkret, është ngritur një task force në Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave, me qëllim që të rritet kontrolli dhe të evidentohet çdo lloj abuzimi i mundshëm në treg. Nuk janë vënë re abuzime, monitorimi vazhdon dhe duke qenë se çmimi ka pasur një tjetër kërcim, është marrë vendimi që të hymë në regjimin e bordit të transparencës, i cili do të sigurohet se nuk do të ketë përfitues apo profiter, siç i thonë në anën tjetër të bjeshve, që do duan të shfrytëzojnë krizën për të futur më shumë para në xhep. Në të njëjtën kohë, është marrë dhe një vendim tjetër për të ndërhyrë me një masë të përkohshme, gjë që po e bëjnë dhe vendet tjera, në akcizën e naftës, duke i bërë asaj një ulje me rreth 20% në mënyrë që të lehtësohet, si thuaç, disi bara mbi përdoruesit e dhe siç